Në një takim, a duhet paguaj gjithmonë djali? Ja, absolutisht. Se do të paguaj djali, kur ka djali. Si ka ndryshuar roli i femrës në përgjithësi, roli i gruas? Jo, gruaja ka dalë si për marse tash, nuk është si për mashkull. A se kuptoni ju? Se asnjë femër nuk punon sot në punë fizike. Të gjithë bëhen me botox, të gjithë bëhen pa punë, të gjithë munohen me kriju me grupe kriminale, të gjithë munohen me kriju aty leku, të gjithë nuk e di pse femra ka këtë lloj mentaliteti. Femra është nëna, është pak shumë përgjithësuese. Ja, përgjithësuese flas. Nuk po shikoj asnjë femër që të mendoj për familjen. Nuk po shikoj asnjë femër që të mendoj për fëmijë, që të lindin fëmijë. Femra është pjellore. Imagjinoti për të kriju familje, po kjo është jeta. Nuk është jeta. Gruaja nuk është vetëm për të lindur fëmijë. Jo, nuk po themi atje, por është drejta e saj. Është drejta e saj, sepse është drejta, e ka dhënë natyra, e ka dhënë Zoti ta tillë. Burri është ai që mund të jetë do punojë më tepër për familjen, gruaja është ai që ta administrojë familjen. Po nëse gruaja sjell më shumë para se sa burri në shtëpi. Asnjëherë s'ka po vaki. Nuk sjell gruaja para në shtëpi. Gruaja bën punë, lodh më shumë, po para nuk sjell më shumë. Ajo gruaja që sjell para më shumë në shtëpi do të thotë që ka një burr të pazot. A trajtohet burri dhe gruaja njëjtë në vendin e punës? Po, një lloj trajtohet. Një lloj trajtohet. Pavarësisht mentalitetit, se është femër o burri ta shfrytëzoj më shumë, është ashtu, Nuk është i koncepti i tillë. Po në familje, a ka ndryshuar roli i gruas? A ka marrë më shumë pushtet gruaja? Jo, nga që koha bën të sajën, jo të gjithë, sepse si mund ta themi, krijojnë kushte, që vinë kushtet duke përmirësuar, duke ashtu të kujtojnë gjithë ato varet nga kushtet ekonomike që ka çdo familje. Pra, nuk duhet kërkojmë më tepër se sa është ajo mundësia. A duhet të ketë Shqipëria një grua kryeministre? Po, s'ka asnjë të keqe. Asnjë të keqe nuk ka për të qenë një grua kryeministre, sepse A janë gratë më pak të korruptueshme? Jo, gratë më tepër të korruptueshme se sa burrat. Po nëse vendosim një grua kryeministre, i bishë do na korruptohet më Jo, lehtë. nuk pavarësisht, nuk e thash në atë formë. Sepse ka dhe gra të ndershme plot, që do punojnë me zell, punojnë me shpirt. Aq më tepër që ka dhe gra inteligjente, që mund t'i japi më mirë drejtim, siç është në Itali, për shembull, siç mund të jetë në disa vendet e Europës. Përjashtojmë Amerikën, sepse Amerika ka atë konsensin e burrit. Do burr Amerika, thotë. Është ai mentaliteti i gabuar, për mendimin tim, nuk e di. Takim duhet paguaj gjithmonë djali? Nuk e kuptova? Në një takim, takohet një vajzë dhe një djalë. Po? A duhet paguaj gjithmonë djali? Jo, nuk duhet paguaj gjithmonë djali, duhet paguajnë të dy. Është e pa diskutueshme, po faktikisht kjo ka ngjelë si traditë, ngjelet gjithmonë djalit. Sa ka ndryshuar roli i gruas në shoqëri? Ka ndryshuar. Roli i gruas ka ndryshuar. Ka ndryshuar për mirë. Po thuj se i merret mendimi, respektohet. Po thuj se janë gati të barabarta të drejtat dhe roli i gruas me burrin, për mendimin tim. Po në punë, trajtohet një grua dhe një burr në mënyrë të njëjtë? Mendoj që trajtohen një lloj, por ka ca punë të vështira që mund t'i bëjnë vetëm burrat, dhe si bëjnë dot gratë dhe duket sikur nuk trajtohen një lloj për shkakun. Se gratë, jo të gjitha punët mund t'i marrin gratë përsipër. Ka specifikat e veta, burri me... Unë mendoj që trajtohen një lloj, unë shoh për shumë për zyra, shoh shefe, shoh drejtoresha, shoh përgjegjëse, shoh të vlerësuar, të dy palët një lloj për mendimin tim. Në familje si ka ndryshuar? Ka ndryshuar, unë flas për ato që njoh tash, nuk di, po ka ndryshuar, ka një ndryshim esencial, ka një ndryshim të konsiderueshëm. Për mirë apo për? Për mirë. Për mirë, ka ndryshuar, për mirë ka ndryshuar. Mendimi im kështu është reale, jo vetëm mendimi. Faleminderit. Takim duhet paguaj gjithmonë djali? Si një takim? Një takim, takohet një vajzë dhe një djalë. A duhet paguaj gjithmonë djali? Duhet që t'i bëj djalit në se kupto. Paguaj llogarinë. Kafën, paguaj darkën, drekën. Kur dalin. Djalit, po patjetër duhet t'i paguajmë taksën djalit, se ata janë brezi më i ri, më i vogël. Jo,
Do të paguaj vajza apo djali? Kur dalin një vajzë e një djalë për një drek, një darkë ose një kafe. Kush do të I'm paguaj? sorry, nuk e kuptova. Djali duhet paguaj, se kështu është rregullorja që nga trashëgimi nga stërgjyshëri tanë. Gjithmonë meshkujt paguanin, femrat kishin privilegje se do kalonin jetën gjithmonë më të lodhura, më të vojtura, prandaj kanë privilegje që paguhen më pak, vetëm meshkujt, më djevët, u themi ne në atë kohë kur janë të rinj, kurse kur rriten bëhen pleq, u themi pleqt. Paguhen gjithmonë, ose pleqt, ose djevët. Mashkulli, femrat nuk paguhen se gjithmonë janë të lodhura në zi. Si ka ndryshuar pozita e gruas në shoqëri? Ka ndryshuar pozita e Si gjuhës, ka ndryshuar pozita e gruas në shoqëri? si ka ndryshuar. Po. Po, sigurisht do ndryshoj se dhe bota ka ecur përpara dhe ne kemi vite, 30 vjet që kemi përqafuar kulturën evropiane. Evropa ka qenë më përpara nga neve për arsye se në Shqipëri jam vetëm të skllavëruar gati 40 vjet me atë sistemin diktatorial komunist. Edhe mbeten ashtu të mbyllur, të izoluar, e tiu që se kishin hapësirën e kulturës më të madhe brenda vendit tyre dinin, nuk dinim tutje. Që nga 90-ta që u hap kufiri, gjithë moshat e reja ikën jashtë në Angli, në Hollandë, në Belgjik, aty në Australi. Ka vajtë unë Australi se atje kam varrin e babait tim, unë ai ka ikur që në 24 mua. Jam i persekutuar. Edhe unë vetë kam jetuar 5 janar 91, 2004, 14 vjet kam jetuar në Athinë të Greqisë, familjarisht, me gruan dhe 2 çunat, 10 vjeç, 12 vjeç 2 çunat, u rritëm nga 20 vjeç. Hapëm biznes, u këthëm në Shqipërinë, qytet Fierit, na 2005 pasaj, modën e kandidaturën si për Tepu Shejtan, edhe kam ardhur këtu në Tiranë që nga 2005. E jetoj këtu në Tiranë, jam të shoqatet përsekutuarve, të shoqatet për ndjekur e politikë. A mendoni se një takim duhet të paguajë gjithmonë djali? Si? Në një takim, për shembull takohet një vajzë e një djalë ose një burrë e një grua. A duhet paguajë gjithmonë djali? Kur takohet një djalë e një vajzë, duhet paguhet djali e vajza? Si tjetë më i pasur duhet paguhet? A nuk i bie pozita djalit nëse paguan një vajzë dhe sidomos nëse është takimi i parë? Jo, tani në të kohë nuk i bje pozita. Se vajza i më të hamshëm se djemë. A ka ndryshuar roli i gruas në Shqipëri? Ka ndryshu. Për mirë apo për keq? Për gratë për mirë, po për shoqërinë jo për mirë. Pse? Jo për mirë për shoqërinë. Gruaja sikur ka marrë liri, domethënë tepër asaj që duhet. Në çfarë aspekti tepër Në asaj? shumë aspekte edhe në veshje për shembull. Po edhe çunat kanë marrë që vinë me rrobat grisura. I ke pati me rrobat grisura? A di që sot me rrobat grisura janë? Dhe thot që rinia pëlqen të shëmtumen. Që do të thot modernizëm primitiv. Po në familje, ka ndryshuar roli i Edhe në gruas? familje ka ndryshuar. Gryja spyt familjen, ma spyt burrin. Pasi kur do e vetë. Faktikisht në përgjithësi kështu është. Po në vendin e punës, trajtohet një grua dhe një burr në mënyrë të njëjtë? Në mënyrë të njëjtë, bile mos më mirë gratë. Pse mos më mirë gratë? Po pëlqen më shumë gratë, punojnë në provën e punës, se sa burrët. Janë më të gratë më shumë më të bindura që për narët. Privat sot, nësa burrat janë më të bindur. Nëse një grua fiton më shumë se sa burri i saj, a sjell kjo probleme në familje? Po edhe mund të sjellë, edhe mund mos sjellë. Mund të sjellë, edhe mund mos sjellë. Mbaret se çfarë burri është ai. Ka burrë që e qetë gruan vetë fitoj. Kështu është. Faleminderit. Më pasur.